Në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë është mbajtur këtë të mërkur aktiviteti Gjua Shqipe si politikë shtetërore, standardizimi dhe certifikimi në diasporë, e organizuar nga Qendra e Botimeve për Diasporën. Të pranishëm në këtë event ishin Ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro, rektori i Universitetit të Tiranës Artan Hoxha, dekani i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë Mark Marku dhe profesor e akademik të shquar. Gjatë fjalës së saj në konferencë, Ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro shpalli hyrje në një fazë të re të Qendrës së Botimeve të Diasporës, që garanton mësimin e gjuhës amtare në mënyrë të qëndrueshme, të standardizuar dhe certifikuar si institucion referencë për ngritjen e Agjencisë Kombëtare për Gjuhën Shqipe në diasporë. Ministrja Kumbaro vijoi më tej duke theksuar rolin e Fakultetit të Histori Filologjisë në përgatitjen e mësuesve të gjuhës shqipe, ruajtjen e standardeve shkencore të saj, në zhvillimin e mendimit gjuhësor, si dhe partneritetin në hartimin e teksteve mësimore të gjuhës shqipe. Pse është e vërtetë që rezulton bashkë me disa universitete tjera shumë i suksesshëm në projektin në punën e përbashkët që bëhet për disa vite, si në përgatitjen e kurikulave të mësimdhënies konkretisht dhe të gjuhës letërsisë shqipe dhe shumë disiplinave tjera, por edhe të trajnimit të mësuesve që japin sot mësim gjithandej. Megjithatë, për të kthyer tek projekti ynë, dhe është realisht një projekt që sapo ka marrë rrugë, i cili nuk zbriti nga qiellti dhe as nuk le të themi ishte një shpjekje e momentit. Mimoza Hysa është drejtuese e Qendrës së Botimeve për Diasporën që në krijim të kësaj qendre. Edhe është një projekt i cili në fakt mori jetë në radh të parë fal pasionit për këtë gjë, por edhe të një rrjedhje historike gjërash ku diaspora shqiptare me të gjitha brezat e vet e ka mbajtur gjuhën shqipe me gjyshet, me prindrit, me mësuesët, me pasionantët, me nostalgjikët, me ata të cilët përkrah vështirësive dhe gjithë sfidave që ka çdo emigracion që pastaj krijon një diasporë e cila është e konsiderueshme për kombin shqiptar, mban gjallë dhe identitetin dhe mësimdhënien e gjuhës, qoftë në shtëpi, qoftë në format vullnetare të klasave. Rektori i Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha, u ndal në nevojën e ndërtimit të një strategjie të re, qasjele shtetërore ndaj gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë, duke përcaktuar qartë piketat e bashkëpunimit edhe me institucione universitare shqiptare. Ky është një aktivitet shumë i rëndësishëm. Ne vim nga një situatë e bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit, nga një dëshirë për të shërbyer interesit publik, dhe që nga ky moment neve si institucionet arsimit lartë, si Universiteti i Tiranës në veçanti, duhet përfitojmë maksimalisht. Flasim për Shqipen, flasim për albanologjin, flasim për gurin e themelit të arsimit lartë dhe për atë që është identiteti ynë kombëtar, siç e tha me drejt profesor Marku, që na identifikon në popujt dhe në kombet e tjera. Ka 3 fakte të rëndësishme sot. Një komunitet i madh i diasporës shqiptare në botë, të cilët vijnë nga diaspora historike dhe nga diaspora e re, dhe shumë fëmijë të rinj që janë lindur, janë rritur atje, dhe gjuhën shqipe e marrin nga familja, nga prindrit, nga rrethi, por që një pjesë e tyre humbasin rrugës. Dekani i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Mark Marku, e vuri theksin në rolin e fakultetit dhe të Departamentit të Gjuhës Shqipe në ndërtimin e politikave për gjuhën shqipe. Gjithashtu kënaqësi që ne hapim një fazë të re të bashkëpunimit me gjitha institucionet të cilët janë përkushtuar gjuhës dhe kulturës shqipe në botë. Mendoj që ka një përkim në kuptimin fatlum, po edhe fatkeq, sepse bota shqiptare, për shkak të zhvillimeve të fundit të këtyre 30 viteve të fundit, është bërë një botë gjithnjë më shpërndar.
Pra është një botë që është hapur ndaj botës dhe në këtë kuptim problemi është si ta ruajmë sensin e shqiptarësisë, po themi, në kuptimin që në një botë globale, në një botë që ndryshon shpejt, në një botë që ndryshon mentalitetin e brezëve për shkak të teknologjive të reja të komunikimit, një botë gjithashtu që rrit mundësinë e komunikimit mes shqiptarëve, pavarësisht shpërndarjes tyre në përbot. Gjuha shqipe në diaspor, si politika arsimore, hyn në një vazhdimsi të re, ndërsa do të trashëgohet nga dashunia, por do të mësohet në nivel institucional, duke hedhur themelet për një strukturë të re si Agjencia Kombëtare për Gjuhën Shqipe në Diaspor, që certifikon dhe e vendos gjuhën tonë amtare në tryezën e gjuhëve europiane të standardizuara, fal një procesi të gjatë dialogu, bashkëpunimi dhe ekspertize akademike.